E prisim këtë replikë të prokurorit, një prokuror i cili ka një dosje me shumë fashikuj pa fakt penal, edhe konteston të gjitha ato pretendimet tona për pavlefshmëritë të cilat ai bëri shumë replikoj për si lëndon nga ato, po merrni rastin e një gjykate të krijuar pa ligj, ose rastet e përjashtimit të ekspertëve. Ose thot dërgoj një akt ekspertimi, thot në fillim, pastaj dërgoj kopje për avokatët e eksperti. E kuptoni ju se çfarë thot ai? Domethënë ekspertët fotokopjojnë dhe aktin për t'ia dhënë avokatëve, jo prokurori. Domethënë absurditete dhe jo serioz në kontestimet e tij, megjithatë ne e prisnim këtë qëndrim të tij. Ky është një qëndrim konsekuent i tyre tash 2 vjet, që mbajnë një çështje e cila e përsëris nuk ka fakt penal. Ne shpresojmë që gjykata ta lexojë drejt ligjin, ne jemi kujdesur që të mos bëjmë pretendime si qëllim në vetvete, por të argumentojmë në bazë të ligjit, sa më thjesht për gjykatën, që këtu kemi të bëjmë me një çështje që nuk ekziston, por që vazhdon për një inerci politike.